Jam kthyer në studio dhe siç u thash në pjesën e parë do të kem Fatos Tarifën, mikun tim, mikun e emisionit ADN, një sociolog dhe personazh i shquar i kulturës shqiptare, aktiv në jetën publike, me botime akademike, por edhe në shtypin e shkruar dhe në rrjetet sociale. Fatos, mirë se erdhët në ADN. Mirë se u gjeta, ju kërkoj ndjes që nuk e i do të syzat sot, jam bas një operacioni në 2 syt, dhe drita e studios më vret. Po, të shkuara dhe uroj që operacionit të vazhdoj me sukses. E di që nuk është normale, po s'kam. Jo, edhe për telespektatorët a din që Fatosi do të jetë me, unë do ta përsëris her pas here në gjatë emisionit, se Fatosi ka bërë një operacion në sy dhe është i detyruar. Një mjafton. Dhe megjithëse në pjesën e 3 do flasim edhe për rockun, edhe në fakt ky portreti juaj pak është pak si rock, por kur ti vi radha. I dashur Fatos, u zhvilluan zgjedhjet në Shqipëri. Mbaroi një fushat ndryshe nga herët e tjera këtë radhë. Ju si e ndoqët dhe çfarë ju mbeti në mendje ose çfarë sollën këto zgjedhje, çfarë të reja sollën këto? Ishin zgjedhje të veçanta, ishin zgjedhje të rëndësishme, ndoshta më të rëndësishme se zgjedhjet e kaluara, sepse situata politike në vendin tonë është sot krejt e veçantë. Është galvanizuar në atë pikë sa që kemi një parti që drejton vendin, por kemi një opozit që është shumë e përçare, thërmuar në disa grupacione të mëdha dhe disa partit e reja që sapo kanë lindur dhe janë të paprovuara. Kështu që në këto kushte, në këtë kontekst të ri, përshmërit nga këto zgjedhje që janë shumë herë të panjohura, shumë herë të ditura, pasi besimi se partia më e madhe do fitojë, siç ka fituar në 3 rrafë të shkuara, ky është një besim gati i patundur tek shumica e elektoratit, por skena politike shqiptare vazhdon të mbetet e polarizuar në maksimum, në kulm, dhe nga zhvillimet e më pastajme, këtej tutje, do të shohim se si do të heci zhvillimi ekonomik, zhvillimi politik, zhvillimi shoqëror dhe kulturor i këtij vendi. Shumë një narrativën politike të parasocialiste ishte gjithmonë integrimi i Shqipërisë në BE, një narrativ e bukur për ta dëgjuar për çdo shqiptar, por një hap i madh përpara për ta realizuar. Dhe unë vetë, siç kam qenë edhe herë të tjera, jam skeptik apo them realist kur vjen puna në integrimin tonë në BE, në një periudhë kaq të shkurtër siç është viti 29, viti 30. Por kjo i mbetet kohës për të parë. Unë e kuptoj që fushata është fushat, deklarimet janë deklarime, premtimet janë premtime, një fushat pa premtime nuk bën kuptim, por sa më shumë premtime, aq më shumë zhgënjime. I dashur Fatos, besoj edhe ju e keni vënë re që këto 30 e ca vjet tranzicion, ne kemi ndërtuar institucionet, kur them institucione, jo brendin e institucioneve, po kemi ndërtuar godina, kemi një parlament ku ulen nga njëra anë opozita, nga ana tjetër majoranca. Kemi pasaj dhe institucionet të tjera, sistemin e drejtësisë, po ashtu që themi që kemi të pavarur, kemi media të pavarur tjere tjere. Megjithatë, sapo vendosen lojtarët, të themi kështu, lojtarët e demokracisë, sapo zënë vendet e tyre, ne nuk prodhojmë demokraci, po prodhojmë konflikt, prodhojmë dhunë, dhe është për të ardhur keq që legjislatura 10, ajo që u mbyll, nuk shënoi një ditë të bardhë përveç se përplasje. Si mund të drejtohet një vend dhe si mund të miratojnë ligje në këtë vend kur institucioni kryesor, parlamenti, si thua, është jashtë loje? Kjo që thoni ju është vërtet. Në këto 34 vjet që ne përpiqemi të ndërtojmë sistem demokratik funksional, kanë krijuar institucione. Krijimi i institucioneve është gjëja më e thjeshtë. Krijimi i institucioneve ekonomike mund të krijojë fare thjesht me ndihmën e Bankës Botërore, të FMN-s. Krijimi i institucioneve shtetërore dhe të drejtësisë përsëri mund të krijohen si bina, si të tilla, shumë lehtë me ndihmën e këshilltarëve të huaj, por që ato të funksionojnë në mënyrë demokratike, kjo është gjë e rëndësishme. Demokracia nuk është thjesht institucione. Nëse janë vetëm institucione, demokracia jonë është një demokraci nominale në emër, demokracia elektorale, por jo funksionale. Sepse para së gjithash, lërë se shtonë, demokracia është procedur, demokracia është çdo gjë që mund të mendohet, demokracia është kulturë në radhë parë. Ne nuk kemi krijuar ende një kulturë politike demokratike e cila do të demokratizonte vetë sistemin, institucionet e saj
mënyrën e veprimit të institucioneve, mentalitetin e njerëzve, ne akoma kemi në pjesë të madhe të shqiptarëve që mendojnë jo demokratikisht. Edhe ky polarizim i madh shoqëror këtë dëshmon që ne akoma shohim njerëzit si ne edhe ata kundër nesh, mos them partizanët e gjerman. Ne edhe kundërshtarët tanë, kur duhet partitë politike dhe kur janë të kundërta në ideologji, të kundërta në politikë, duhet të bashkëpunojnë për të arritur një mision që është kombëtar, mbi të gjitha është kombi. Interesi kombëtar, interesi publik është mbi çdo interes partijak. Ne këtë se kemi kuptuar ende dhe vazhdojmë të punojmë, të funksionojmë si parti politike për të arritur një rezultat elektoral, jo një rezultat kombëtar. Ide Fatos, ne themi dhe motoja apo mesazhi kryesor i Partisë Socialiste në këto zgjedhje që kaluan ishte më jepni votën se do futemi në BE. A mund të ndodhë që ne këtë frym konfliktuale që kemi sot ta transferojmë edhe në institucionet europiane dhe a na penalizon kjo dhe Europa? A na vëzhgon si thua edhe në këtë anë? Patjetër, ne jemi të vëzhguar nga zhan. Ne jemi të vëzhguar jo vetëm nga njerëzit që punojnë në Bruksel dhe mbushin institucionet e BE-s, por edhe nga ambasadorët e vendeve që janë akredituar në Tiranë. Për ditë, ata na njohin më mirë se që i njohim ne, drejtuesit tanë. Ne nuk mund të transferojmë konfliktet tona në BE, jemi shumë të vegjël për ta bërë. Si jemi Gjermania, si jemi Franca, por ata na lexojnë shumë mirë dhe nëse deri më sot ne kemi mbetur pas, një ndër arsyet ka qenë dhe politika konfliktuale brenda vendit. Uljet ngritje her pas hershme dhe pasiguria e zhvillimeve politike në këtë vend. Kjo ka qenë arsye që Shqipëria ka mbetur pas. Mund të ishim bërë dhe ne pjesë e atij grupi të madh të vendeve të Evropës qendrore lindore, po në 94-ën, nuk them në 89, po në 94 mund të ishim pjesë me vendet baltike, me Sloveninë, Bullgarinë e Rumaninë, por ne nuk ishim si ata. Prandaj dhe pranimin e NATO u shty. Shpresoj që kjo kohë, ky 5 vjeçar që kemi nisur të jetë më produktiv për ne, por përsëri detyrat janë tona për të bërë. Ide Fatos, kalojmë në një pyetje tjetër. Ka një perceptim të përgjithshëm që demokracia në botë ka filluar të tronditet dhe bile disa herë thuhet dhe do t'i lutesh regjisja pamjen 2 kam zgjedhur disa karikatura që vijnë nga kjo është nga Tajlanda për shembull, si kjo është nga Turqia, që ka filluar filozofë të ndryshëm, sociologë si puna juaj, akademik si puna juaj, kanë filluar të mendojnë se demokracia duket sikur është goditur aq fort sa që sistemi i zgjedhjeve me anë të votës nuk prodhon liri, nuk prodhon demokraci, po prodhon përkundrazi, po prodhon autoritarizëm dhe nga ndonjëherë tjetër edhe deformime të rënda të demokracisë. Si mendoni ju, është kështu? Kësaj pyetje me shumë vend i kanë dhënë me kohë përgjigje disa nga politologët më të njohur që kemi ne. Unë përmend vetëm Huntingtonin, me librin e të njohur shumë, Vala e tretë, Third Wave. Ai shpjegon se si demokracia nuk është një progresion linear, një zhvillim gjithnjë në ngritje, por mund të ketë edhe reverse waves, mund të ketë kthesa mbrapa. Duke referuar ai dhe të tjerë shumë zhvillime në Amerikën Latine, në Greqi, në Portugalinë, Spanjë, periudhën e sundimit të juntës dhe të kolonelëve, dhe pastaj se si vetë forcat politike demokratike brenda vendit janë kthyer përsëri në zhvillimin demokratik të vendit, me revolucionet demokratike në të gjitha këto vende. Pra është një proces jo linear që ka ulje dhe ngritje e veta. Situatat ndërkombëtare, situatat globale influencon shumë në zhvillimet e brendshme të çdo vendi. Dhe unë gjykoj se ne aktualisht kemi një reverse wave që po ndodh përsëri, duke nisur nga ajo që po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, demokracia më e madhe e globit, siç jemi mësuar të themi për të dhe siç e njohim deri më sot. Atje ka një kthim pas demokracisë, të zhvillimit të saj, ku shohim që çfarë ndodh me respektimin ndaj kushtetutës, çfarë ndodh me kërcënimet ndaj gjyqtarëve të zgjedhur me votë popullore. Një tjetër para 2-3 ditësh një kërcënim për të arrestuar guvernatorin e shtetit të Wisconsin, përsërisht për të kundërshtar politik i administratës aktuale. Ky kthim pas në zhvillimin demokratik të Amerikës, vendit më zhvilluar, ka reperkusionet e veta në botë. Për shembull, shikon në Evropë, Slovakinë, Hungarinë, janë kthime pas. Është dashur 3 dekada që këto vende nga vende ish socialiste demokratizohen edhe të bëhen anëtar të BE-s, por përsëri shumë prej politikave të tyre nuk janë unison me politikat e BE-s, janë në kundërshtim me to. Kur flasim për këto, që duhet mendojmë për Ballkanin atëherë? Në Serbi ka disa kohë që vazhdojnë protestat e studentëve, të cilat për fat keq nuk po përkrahen nga perëndimi.
Në Kosovë u bën kaq kohë që kanë përfunduar zgjedhjet dhe ra edhe miti i asaj që ishte ngritur nga një pjesë e medias se Kosova i bën zgjedhjet korrekte, por arrin të zbatojë dhe standardet demokratike. Në Shqipëri situata është e politizuar, për të mos thënë pastaj në këto vendet e tjera që kemi rrotull. Si mendoni, Ballkani sa mund të ndikohet nga kjo klimë e përgjithshme? Ne zakonisht Ballkanin e lidhim me Serbinë, Shqipërinë, Bosnjën, Kosovën. Por Ballkani është shumë i gjerë se kaq. Nëse do të përfshijmë në gatishmërinë tonë edhe Rumaninë e Bullgarinë, këto dy vende sot janë demokracitë konsoliduara. Kroacia, Slovenia, po ashtu Slovenia është një vend europian alpin. Edhe më fal në listën në renditjen e lumturisë në botë ishte në 20 e parë. Padyshim, domethënë një pjesë e mirë e Ballkanit janë sot vende normale demokratike me një nivel jetese relativisht të lartë. Serbia është një rast i veçantë. Një vend i rëndësishëm, unë atë e konsideroj si epiqendrën e të gjitha krizave që kanë ndodhur në Ballkan. Kosova është një rast për të ardhur keq i veçantë gjithashtu për një kuptim krejt tjetër, një politikë që ka mbetur peng edhe ajo e të themi filozofive të vjetra dhe tani me një kryeministër të cilin unë hapur publikisht në këto 4-5 vite e fundit e kam kritikuar për populizëm dhe për mungesë vizioni politik. Por Malizi është një vend edhe thuajse normal. Ne jemi vend i vështirë, kemi qenë dhe po mbetemi vend i vështirë, por po të shikosh ndryshimet që kanë ndodhur, sidoqoftë gjatë dekadës fundit, unë nuk jam nga ata që i mohoj çfarë shoh pozitivisht si zhvillim në vendin tonë. Pohoj se shumë zhvillime janë të rëndësishme, janë të qëndrueshme dhe duhet të punojmë që këto të konsolidohen edhe më tej. Nuk shoh dyer të mbyllura, rrugë të mbyllura për Shqipërinë, as për vendet e tjera të Ballkanit, por duhet një punë dhe megjithatë duhet fituar besimi. Besimi është gjë më e vështirë për fituar, besimi tek popullata, tek elektorati tënd, por edhe besimi tek të huaj që na vëzhgojnë, na ndihmojnë dhe duan të na bëjnë pjesë të fshatit të tyre. Dashur Fatos, tash do të kalojmë në pyetjen e tretë tek një çështje që ju e keni për zëmër, sepse lidhet me vitet 6 dhe do t'i lutesh regjist të vendoste videon e Bobi Solos. Çoja edhe zërin pak. Këto janë fotografitë, janë 3 këngëtar, Little Tony, Bobi Solo. Carissimi amici, volevo dirvi che il 3 giugno la mia gioia sarà di cantare a Tirana, in Albania. Erano tanti anni che speravo di venire a cantare perché so che mi vogliono molto bene, molto amano le mie canzoni. Io non conosco molto dell'Albania, ma la conoscerò quando arrivo. Canterò Lacrime sul viso, Se piangi se ridi, Zingara, Elvis Presley, rock and roll, jazz, blues, country e sarò molto felice di stare a cantare per voi. Quindi spero che mi veniate ad ascoltare dove faremo pezzi così. Well, that's all right, mama. That's all right to you. That's all right, mama. Any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, then, mama. Any way that you do. A presto, ciao. Ky është Marko Zappa, ky është një këngëtar tjetër, ngrija zërin. Ti këndon edhe me çiftelli. Amici di Tirana, amici albanesi, sono veramente felice di tornare in Albania a suonare questa volta con l'intera band. Io sono molto legato all'Albania, Tashti, në kuadrin e javës kulturore italiane, që është në fillim të qershorit, këta 2 këngëtar, po Bobi Solo që është një ngjarje, do të jenë në Tiranë. Do të jenë në Tiranë, në Pallatin e Kongreseve më 3 qershor. Tashti, i dashur Fatos, kthehemi pak në vitet 60-70. Më bëra të vizvendit. Dhe është periudha kur rinia juaj, brezi juaj me një fjalë, u shqye, përfitoi nga pak liri që ishte në atë kohë dhe u shqye me këto këngë, me Beatlesat dhe me. Çfarë janë këta 3 këngëtar, Bobi Solo, Little Tony dhe të tjerë? Dhe si erdhi roku nga Amerika në Europë? Është një shumë nostalgjike të shohësh Bobi Solon sot. Ai duhet të jetë 80-82 vjeç. 80 vjeç fikse. 80 vjeç fikse. 45, atë vitin e 1945. Kur unë kam qenë 18 vjeç,
gjimnaz 17-18 vjeç dhe më parë, jemi ushqyer me muzikën e tyre. Bobby Solo bashkë me Little Tonin, që ishte heroim në atë kohë, dhe Adrian Celentano ishin ata tre këngëtarë italianë që sollën rockun, importuan rockun amerikan në Itali, me cilën u ngritëm. Mund vendosi dhe pamjen 3 regjia, më fal. Po, foto. Me cilët u rritëm. Po kështu në atë kohë ishte Rita Pavone që këndonte me ta në disa raste, apo Rafaela Gara, e njohura. Po të shikosh edhe stili i flokëve, tek ta këngëtarë Little Tony, për në atë kohë edhe Bobby Solo kishte flokë gjata, tani nuk i kam. Ishte e tillë që ishte imitim, mota mo, i këngëtarëve rocker të viteve 60 në Amerikë. Në Francë gjithashtu pati një imitim të tillë me Johnny Holiday, i cili edhe imitonte në veshje Elvis Presley, por Elvis u bë heroi tyre, siç që edhe heroi Beatlesave në fakt. Kështu që muzika e tyre është shumë e këndshme për veshin tonë, sepse u rritëm atë muzikë dhe me gjeneratat njerëzore ndodh kjo që edhe në moshë të thyer njerëzit pëlqejnë muzikën që kanë pëlqyer kur qenë të rinj. Ka një efekt të tillë muzika më shumë se sa letërsia në trurin e njeriut, që si thua instalon një aparat për vlerësimin e shijeve estetike. Çfarë të pëlqen në rini, pëlqejet gjatë gjithë jetës. Kjo është një arsye që ne nuk pëlqejmë sot çfarë dëgjojnë muzikën që dëgjojnë të rinj, sepse nuk është muzika jonë. Si e mësuar me to. Kjo është arsyeja pse Elvis Presley, i harruar për shumë njerëz, sidomos për të rinjt, dëgjohet ende nga brezat mbi 50 vjeçar, kudo në botë, nga India e Pakistanit deri në çdo vend të botës, apo Beatlesat. Është e njëjta histori. Por për muzikën italiane, e cila fatmirësisht ka ruajtur natyrën e saj kombëtare, nga çdo kulturë tjetër muzikore në Evropë, italianët janë ata që dallohen për një konservatizëm të muzikës së lehtë të tyre. Muzika italiane është muzikë italiane. Gjermanët nuk arritën dot të zhvillohen dot. Francezët deri diku, por gjithkush imitoi nga anglezët që e invaduan Amerikën në muzikën e tyre, me grupet e tyre, dhe muzika amerikane. Këto trende, huazimi në muzikë dhe në kulturë janë bërë të natyrshme, sidomos në të periudhë globalizimi, kur anglishtja është bërë gjuha. Po, lingua franca gjë. Dhe këta kishin gjithashtu, për të parën herë, Bobby Solo edhe Little Tony kënduan anglisht në Itali. Bobby Solo e këndonte më mirë dhe fliste më mirë anglisht. Little Tony jo dhe aq mirë. Adriano s'dinte fare anglisht, nuk e di nëse di sot apo jo. Improvizonte në çdo rast. Por kjo treshte, duke pasur Adrianon si njeriu më të shuar të asaj muzike, dhe sot mbet e tillë, ishte për ne, plus që ishin simpatik në atë kohë, dhe ne rinia jonë shqipte e këta, një ëndër, a do t'jemi dhe ndonjëherë në shoqëri kaq të lirë të këndojmë si këta, kur për një periudhë shumë të shkurtër, 2-3 vjet, i dëgjonim hapur, i jepte edhe Radio Tirana, shumë këngëtar perëndimor, mbaj mend atë kohë Ray Charles i jepej, shumë këngëtar tjerë, Santana po, por këta i kishin fqinj. Edhe nëpërmjet televizionit italian që ishte ushqimi ynë kryesor. Radioja pastaj radio italiane. Radioja po, ne linim orët e mësimit të premteve të hënave për dëgjuar i paredin. Ishte koha jonë. Dhe Elvisi ishte dhe mbete heroi tyre. Ai u bë superstari botërori i rockut. Natyrisht kishte se si të mbete Italia me të arto influencë amerikane për shkak të migrimit dhe të afiniteteve kulturore. Ju, si mendoni, kanë interes ky këngëtar, ka interes patjetër Bobby Solo, ka interes, besoj edhe për që të vinë në për herë të parë? Derisa po vjen, nuk e di, ndonjëherë këngëtar të këtij kalibri, ka qenë këngëtar shumë i mirë, edhe pse jo shumë i komercializuar, si Gianni Morandi, Ferravien e tjerë, i cili ishte pak më i ri në moshë, por që asaj kohë i përket, ka bërë një jetë private jo si të tjerët, edhe ndoshta shumë për e tyre kërkojnë të shtojnë koleksionit të vendeve që kanë vizituar apo kanë dhënë koncerte me kalimin e moshë një vend të ri. Ky mund të jetë një motiv për të ardhur në Shqipëri. Tjetri është që është kaq afër, sa që si mundet, thotë dhe vetë, të mos ketë ardhur deri më sot. Mirë, i dashur Fatos, edhe njëherë për teleshikuesit zhvilluam këtë bisedë me mikun tim Fatosin me syze, sepse ai sapo ka kaluar një operacion në sy, i cili ka shkuar me sukses dhe ne urojmë sukses tash edhe më shumë me syt. Tash do ta shikosh realitetin. Tash aq qartë sa që nuk e di se si kam bërë deri më sot. Mirë, faleminderit që ishe na dhënë dashur. Nice. Kjo ishte pjesa e parë dhe tani do të kalojmë në pjesën e dytë.